po pritin këta antar që të vinë nga kuvendi dhe ta zgjedhin do të thotë kryesuesin e ri. Ku kuvendi është një trup tërësisht politike, mund të kuptohet si ndikim politik dhe mund të kuptohet si lidhje me politikën. Kjo rregullore tashmë është shkel nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Dhe mos të ketë pra stentime politike për vendimarrjen e aq më pak për zgjedhjen e kryesuesit. Mund të më kanë ndoshta në pandemi që po mungojnë kështu radhazi. Tani sinkronizim mes tyre. Kjo e rrit edhe dyshimet. Duhet të kemi parasysh që është duke zhvilluar procesi për zgjedhjen e antarëve të Këshillit Gjyqësor prej 3 sosh nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, proces i cili tashmë është në fazën finale të tij. Dhe dështimi i mbledhjeve në kohën kur në të njëjtën kohë po zhvillohet edhe procesi për përzgjedhjen e antarëve nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, mund të çojë në kuptimin e asaj që po pritin këta antarë që të vinë nga kuvendi dhe ta zgjedhin do të thotë kryesuesin e ri, të ndikojnë në vendimarrjen e zgjedhjen e kryesuesit të ri. Duhet të kemi parasysh që koordinimi pritje me antarë që vinë nga kuvendi, ku kuvendi është një trup tërësisht politike, mund të kuptohet si ndikim politik dhe mund të kuptohet si lidhje me politikën. Për këtë arsye, Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet të vazhdojë progresin që ka pas viteve të fundit dhe të mos e rrënojë këtë besim dhe këtë progres për 2-3 mbledhje, 3-4 mbledhje për një ditë caktuar dhe të rrënohet gjithë ajo punë që ka mujt më bën dhe është bën viteve të fundit. Dështimi i këtyre mbledhjeve do të më pas parasysh që cënon besimin e publikut në këtë institucion. Rregulloria e punës për Këshillin Gjyqësor të Kosovës e përcakton qartë 30 ditë prej ditës së përfundimit të mandatit të kryesuesit aktual zgjidhet kryesuesi i ri. Kjo rregullore tashmë është shkel nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe sinqerisht viteve të fundit nuk më ka rënë raportu si monitorues që janë shkel rregulloret e Këshillit. Dhe tash kohë të fundit unë po raportoj që po shkelen këto rregullore dhe është shkel rregulloria e vetë Këshillit që ka miratu vetë Këshilli me zgjedh atë kryesues titullar të institucionit. Këshilli Gjyqësor i Kosovës, thash edhe një herë, është kategori kushtetuese. Antarët kanë përgjegjësi kushtetuese. Pra buron për përgjegjësisë kushtetuese. Vendimarrja brenda Këshillit të jetë jashtëzakonisht e pavarur dhe mos të ketë pra stentime politike për vendimarrjen e aq më pak për zgjedhjen e kryesuesit. Kjo do të ishte jashtëzakonisht e dëmshme për demokracinë brenda institucionit, për vendimarrjen brenda institucionit. Pra po flasim për Këshillin Gjyqësor, i cili është pra institucioni më i rëndësishëm në sistemin gjyqësor, ku administrohet tërgjyqësori, kur mirën vendimet për gjithë sistemin gjyqësor. Domethënë është i treti antar që po mungon për arsye shëndetësore. Dhe tash tipet përshtypja mos ka në pandemi. Po kupton, mund të më kanë ndoshta në pandemi që po mungojnë kështu radhazi. Mirë, po unë sa jam dieni, si qytetar i Kosovës, unë se di që ka pandemi shëndetësore në Kosovë, për këtë qytetarëve që mund prek edhe që mund me mungu këta antar. Për këtë arsye kjo mund të çojë ndoshta edhe në kuptim të asaj që ka ndoshta një sinkronizim mes tyre. Mirë po flas asaj, ata kanë dhënë arsyet e veta. Andaj edhe këto mungesat e njëpasnjëshme të antarëve të cilët kanë qenë, edhe nuk është që për arsye shëndetësore siç e kanë shpreh, është e rëndësishme të jenë edhe transparente nëse ka dëshmi. Andaj sigurisht që kjo e rrit edhe dyshimet, edhe bën edhe diskutohet edhe brenda shoqërisë, edhe monitoruesve, për neve ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese si ka ndodhur si procesi njëpasnjëshëm, pra mungesa e antarëve të caktuar në mbledhje. Andaj dhe është shumë e rëndësishme që vendimarrja në Këshill të jetë jashtëzakonisht e pavarur, secili antar ta di përgjegjësinë e tij edhe brenda gjitha domethënë kornizave ligjore që secili antar aty ka, edhe vendimarrja në të cilat e bajnë raport me votat e tyre për kryesuesin, të jetë jashtëzakonisht e pavarur dhe pa tendenca për sidomos ato të jashtme politike në Këshill.